Ka nisur shpërndarja e fondit të dëm shpërblimeve për banesat e dëmtuara nga përmbytjet e lumejve Vjos dhe Sema në Fier. 112 familje do marrin kompensim për dëme në banesa me 2 këste. Deri tani janë lëvruar fonde për 40 familje në Ferras, Çerven dhe Libofsh. Sipas shefit e emergjencave civile në Bashkinë e Fierit, Nasib Bani, në fazën e parë do të jepet 50% e vlerës së përcaktuar për çdo familje që përfitoi kompensimin financiar pas përmbytjeve të janarit, ndërsa deri në fund të dhjetorit pritet të shpërndahen edhe pjesa e mbetur. Nga përmbytjet e muajit janar 2026, u dëmtuan gjithsej 112 familje, nga të cilat 104 ishin dëme për shkak të daljes së lumit Vjos dhe 8 familje ishin dëme të shkaktuara nga dalja e lumit Seman. Nga këto 112 familje u bën të gjitha procedurat dhe në fund e gjithë kjo konkludoi me vendimin në Këshillin Bashkiak, do me thënë me vendim të Këshillit Bashkiak është vendosur që këto 112 familje do ndihmohen, do u jepet vlera e llogaritur e dëmit. Bashkia në bazë të fondit që dispononte ka vendosur që 50% të vlerës së llogaritur ta japi në këtë muaj dhe ka filluar 40 familjet e para i kanë marrë 50% e llogaritur, ndërsa pjesa e mbetur mendohet që t'i marrë këtë ditë. 50% tjetër mendohet që brenda vitit të bëhet likuidimi për familjet. Paketa financiare e parashikuar në buxhetin e Bashkisë së Fierit për kompensimin e dëmeve nga përmbytjet në banesa është 29 milion lek. 112 familje, shtëpitë dhe orenditet të cilave u dëmtuan nga përmbytjet përfituan të drejtën e kompensimit pas procesit të verifikimit të dëmeve. Përmbytjet nga Vjosa dhe Semani dëmtuan shtëpi në Ferras, Kashisht, Petov dhe Libofsh.